Erion Braçe në Tiranë, Arben Malaj në Vlorë. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave, njëkohësisht ish deputeti Vlorës Arben Malaj, reagoi në rrjetet e tij sociale rreth orës 15:30 minuta të kësaj të marte, teksa thotë se ka marrë shumë telefonata për të kandiduar për kryetar të Bashkisë së Vlorës. Nisur nga zhvillimet e fundit politike dhe deklarimet e kolegut Braçe për një kandidim të mundshëm si i pavarur në Tiranë, ka marrë kërkesa dhe propozime të shumta nga miq dhe dashamirës në Vlorë, që edhe unë të konsideroj kandidimin për kryetar bashkie në qytetin ton, thot Malaj, ndërsa thekson se në respekt të interesit tuaj, dëshiroj të bëj këtë sqarim. Parimi i pavarësisë së plot. Nëse do të vendos të kandidoj në asnjë rast, në asnjë rrethan dhe përballë asnjë joshi apo pazari politik, nuk do të jem kurrë kandidati i Edi Ramës apo i ndonjë force tjetër politike. Angazhimi im do të jetë vetëm si kandidat i pavarur, duke i qëndruar besnik parimeve të mia dhe nevojës për një model të ri qeverisjeje. Integriteti si busull. Vlora për mua nuk është thjesht një njësi administrative, por një dashuri e pakufishme. Ajo meriton një shërbim me profesionalizëm të thellë dhe një integritet të patregtueshëm, thot ndër të tjera Malaj. Sipas tij, karriga e kryetarit nuk duhet të jetë mjet për përfitime abuzive, por një përgjegjësi e lartë morale për të shërbyer qytetit me duar të pastra. Ish deputeti i Vlorës, njëkohësisht ish-ministër i Financave dhe Ekonomisë, ka edhe një përgjigje për gazetarët. I vlerësoj kërkesat tuaja të shumta për intervista, por ju lutem për mirëkuptimin. Në këtë fazë nuk do të nxitoj drejt studiove televizive. Ky është një proces reflektimi i thellë dhe vendimarrja ime do të jetë produkti një përgjegjëshmërie të lartë ndaj qytetarëve të Vlorës. Kur të kem një vendim final, do ta komunikoj atë me transparencë të plotë. Kur mos thuaj kur. Akoma nuk kam një vendim përfundimtar, por po respektoj rregullin e artë të politikës. Kur mos thuaj kur, thot Malaj. Nevoja për të shërbyer vendindjes me dinjitet është më e fortë se çdo llogari politike. Ai sqaron edhe foton që ka postuar në rrjetet sociale. Kjo foto mbetet një kujtim i bukur i kohës kur përpiqesha të sillja në Vlorë personalitete ndërkombëtare, jo për çoka biznesi, por për të promovuar sa më shumë Vlorën tonë të mrekullueshme. Në këtë foto jam me Steve Forbes. Ai ka qenë kandidat brenda Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një garë që e humbi, por njihet botërisht si botuesi i revistës prestigjioze Forbes. Ardhja e tij në Vlorë ishte një mundësi e artë për të vënë qytetin ton në artën e vëmendjes së njerëzve me ndikim në botë. Nëse do të vendos të kandidoj, ky do të jetë përkushtimi im, do ta bëj Vlorën të rëndësishme, jo veten time përmes Vlorës, përfundon reagimin e tij Arben Malaj.